Muhamedi Azam ka qenë shumë i kujdesshëm. Vazhdimisht ka insistuar, nëse ka pa ndonjë çoroditje, nëse ka pa ndonjë mos kujdes, apo nëse ka pa ndonjë abuzim ndaj ushqimit, Muhamedi Azam nuk ka heshtur. Mirë, po më njëherë ka reaguar. Dhe është ai tregimi, besoj që është bazë në çështjen e etikës të ushqyrit, ku Amr ibn Salama radiallahu ta'ala anhu, një djalë i ri afrohet në sofrën e Muhamedit alayhis salam dhe thot isha i ri dhe ende nuk e dija se si të ushqehem. Dhe sa merrsha një pjesë të ushqimit këtu sa atje dhe nuk isha shumë i koncentruar. Derisa më ofrohet Muhamedi alayhis salam dhe me këshillat më të mira, me sugjerimet më të mira, më tha o djalosh, thët kur fillon që të ushqehesh, thët së pari afër ushqimit, mos qëndro larg. Pastaj përmende emrin e Zotit, thuaj bismillah. Haje atë ushqim i cili është afër teje dhe mos lëviz me dorën tënde herë këtu dhe herë aty. Andaj ky djalosh thët kur nuk e kam harruar këtë këshill dhe këtë sugjerim dhe këtë porosi të cilën më japi Muhamedi alayhis salam dhe jam munduar që gjatë gjithë jetës sime, domethënë të kem kujdes në ushqim. Ka porosi që duhet ndoshta gjithsesili t'ja transmetoj fëmijëve të vet, pasi është normale që tek fëmijët të mos ketë ndonjë disiplinë konkrete dhe ata kanë qef shpesh të marrin më të mirën ose atë çka i shijon më tepër atyre. Këto porosi besoj që do t'i orientojnë dhe do t'i edukojnë për të qenë sa më të edukuar në patjetër. Për këtë arsye ky sahabi thotë se kurrë nuk e kam harruar atë porosi të Muhamedit alayhis salam. Sigurisht do të thotë se unë jam plakur dhe gjithmonë kam pas kujdes ato këshilla të arta të cilat mi ka mësuar Muhamedi